Përshëndetje miq, ndodhemi nga qyteti i Prizrenit, një qytet shumë i pasur me histori. Një qytet ku në çdo cep të tij flitet shqip, një qytet i pasur me histori që nga lashtësia deri më sot. Politikisht ndodhemi në jugun e Republikës së Kosovës, ndërsa etnikisht ndodhemi në veriun e Shqipërisë. Në këto momente ndodhemi poshtë shkalas së Prizrenit, ku qindra vite më përpara qyteti i Prizrenit quheshe Theranda. Një qytet që ka nxjerrë trima, ku këtu është dhe qendra e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Ndërsa këtu jemi në një katedrale të krishterë, nuk di është katedrale katolike apo ortodokse. Përveç xhamis, këtu kemi edhe një tempull, mund të themi, të praktikimit të besimit kristian në Prizren.
Këtu është edhe ajo pjesa që lidhin çelësat të dashuruarit. Po i pas kanë marrë. Jave një degë do të thoja. E lumi 3. Ku Prizren quhet Lumbardh. Pamje fantastike në Kalan e Prizrenit. Një nga qytetet më të mëdha në Republikën e Kosovës. Një nga qytetet e Shqipërisë etnike që i kanë dhënë Shqipërisë. Dhe nuk po që do të fjalë të dura. Ndërkohë ne do të ngjitemi në Kala, ku është pak larg në fakt, por ja vlen ta vizitosh, sepse kemi bërë tra të rrugë, që ka po gradeci. Shpresojmë pa dëmtime. Në fakt duket afër, po do ja 20 minuta të arrim aty. Ja dhe kjo po niset për Kala. Sa bukur shejtani.
E mo, si ke qenë? Lodhe do një qika. Nuk them përgjigje. Ndoshta nuk e di unë shqipe. Që si duket të Prizreni në pëllum të dorës, miq. Shihojeni këtë pamje, cila vjen vetëm një herë në jetë. Për ne që lëvizim kur na bie rruga se po të kesh lek, në Prizren vjen për ditë. Avash dhe po vem drejt destinacionit, drejt Kalas Dardane, miq. Se e bëra si komentim. Arritëm në fund, drejt Kalas të Prizrenit. Edhe pak ka një formë shumë të bukur. Qinter me bukur se kalaja e Ohrit, e cila është ndërtuar së fundmi në fakt. Në nërnojat e Kalas i Lire, të Enkeletve, u dihet historikisht që Ohri ose Luknitas mënuar fiset i Lire. Por historia është manipuluar dhe ajo kala nga i Lire e kanë kthyer në Bullgar. Mbreti Samuil, nësa kjo ka mbetur i Lire për fatin e mirë. Ndështë të bje më shkurt. Hop. Shto bje më nuk thonë kotë që rruga e shkurtër të bje më gjatë. Shko Prizreni? Edhe lumi Drinë ose Lumbardh që thonë Prizrenakët. Edhe pak, edhe arritë. Për pak do hymë. Ndodhemi tek gjurmët e të parëve tanë. Gjurmët i Lire. Pas ka goxha shtrije si kala. Më në fund të arritë. Jo kala e cila vizitohet nga shumë turistë. Edhe pse ora shënon 7 mbas dite, si që shikoni dhe vetë, është plot me turistë. Një kala e ndërtuar fillimisht qysh në parahistori nga Dardanët. Pati të një zhvillim gjatë kohës së Bizantit. Banua edhe në kohën e perandorisë osmane si një qendër e rëndësishme urbane, tregtare. Shkojmë pak më poshtë. Nuk e di çfarë mund të jenë përdorur këto. Me sa duket si qeli në fakt. Nuk e di, nuk mund ta them me siguri, por formë qelie. Gjen vetëm 2 hapësira të vogla i limi. Pas ka një shtrije të konsiderueshme në fakt. Edhe këtu. Normalisht është rregulluar dhe me kalimin e viteve kjo kala. Nuk ka pasur këtë formë që ka sot në parahistori. Gjatë viteve është vendor. Po që ta mendosh, mira vite më parë, kam punuar në këtë pamje të mrekullueshme.
u lodhëm se ka një lartësi të konsiderueshme kalaja. Rreth 500 metra mbi nivelin e detit mbi qytetin, nuk e di. Me sa duket 500 metra lart mbi qytetin. Ja dhe qyteti i Prizrenit. Jemi në perëndim të diellit. Qyteti ka një sipërfaqe të konsiderueshme. Është qyteti i dytë për nga rëndësia. Qyteti më i dytë më i madh në Kosovë. Pas Prishtinës. Pas kryeqytetit. Do të ulemi pak. Po ta afrohemi të shikojmë. Edhe e Prizrenit është një interesante. Ka një formë të strukturuar arkitektonike. Pak po shikoj dhe shumë turist turk. Po ngjitemi pak më lart. Një si tip ndërtese me kupol, ndoshta është përdorur dhe si xhami. Unë që pak më parë ishin dhe disa turist bosnjak. Ja pra miq. Një kala e mirëfillt shqiptare. Jemi në gjurmët e Dardanis. Fjalët janë të tepërta. Pamje tregojnë më shumë se fjalët. Për këtë pamje madhështore që ka kalaja edhe sot. Ju pafshin miq dhe mbyllim të video për sot. Kalana e Prizrenit. Ju pafshim në video tjera. Pra miq, e mbyllim këtë ditë sot duke vizituar dhe kalana e Prizrenit, edhe pse një distancë që largët, ne ja arritëm. Ta vizitojmë të kala të mrekullueshme gjem dhe gjurmë të tre periudhave historike: antikitet, mesjet dhe periudhën moderne. Ju pafshim dhe shihemi në video të tjera. Duket që jemi lodhur në këtë udhëtim. Jemi nisur në 7 mëngjesit dhe shënon ora 7 e darkës. Në orën 10 nisemi për Gradec dhe në orën 4 mëngjesit arrim për Gradec. Ju pafshim dhe shihemi në video të tjera, me të tjera destinacione të mrekullueshme, me të tjera destinacione të cilat tregojnë historinë tonë, ku historia jon ka qenë e pandërprerë dhe jemi autoktonë në këtë troje. E pandërprerë që nga fillimi i njerëzimit deri më sot. Po dalim avash avash. Këti kam vizituar Kalan e Shkodrës, Kalan e Beratit, Kalan e Gjirokastrës, Kalan e Lezhës kam vizituar. Nga një emocion ndryshe në fakt. Kalaja e Prizrenit. Nuk kemi kohë të shkojmë tek lidhja shqiptare e Prizrenit. Ajo është një pjesë e rëndësishme e historisë tonë. La një emocion ndryshe.
Pra miq. Gjurmët e historisë tonë. Rrihet rrez qytetit të Prizrenit. Fakt, mund të themi Prizreni i vjetër, ose Ferranda, siç quheshe qindra vite më parë, sot quhet Prizren. Ja dhe mbi shkrimin unë shkes. Miq, ishim pamjet që sollëm sot për Prizrenin. Mirupafshim dhe shihemi në vlogje të tjera, të cilat do të jenë gjithmonë me vlerë historike, por do kemi edhe vlogje me tematika të ndryshme, argëtuese futbollistike. Nuk dorëzohemi edhe sikur 7 shikime të marrin. Ata 7 që ti shikojnë të kënaqen dhe të mësojnë sa do pak. Nuk është se jam ndonjë burim informacioni i besueshëm. I besueshëm jam, por nuk jam i bollshëm. Sepse studimet e mia histori, gjeografi i kam përfunduar. Në atë rast, përdorim dhe njohurit i praktikojmë. Mirupafshim. Nuk mund të lija pa treguar edhe këtë mini pazar. Shumë interesant që ndodhet pranë xhamisë. Në gjemë dhe produkte artizanale shqiptare. Gjemë dhe pranë xhamisë. Ndërtim Osman. Ndërtim i stilit Osman. Kjo është fundi i këtij udhëtimi sot. Nuk isha në plan ta bëja këtë lloj filmimi në këtë pazar, por më ngjavi shumë interesant. Bia sheqerit që këtë. Shëpatamin Dilan. Okej, inshallah s'ta havar. Isa, inshallah. Hajde s'ka vjen. Nuk po flas në të lartë, sepse po më shohin si tuaj dhe po më thonë që mos filmoj. Sa të marrë vesh jam shqiptar, çuni mos filmoj, do thonë. Interesant. Kaq mish. Ne pafshim në video të tjera. Në fakt do filmoj edhe pak, ku po shoh që natën pas ka një energji më ndryshe Prizreni. Energji më të ngrohtë, më interesante, që nuk po gjej dot fjalën për ta përshkruar. Do filmojmë edhe pak pamje, e do e mbyllim. Si se do jetë interesi i publikut në këtë video, por mua po më pëlqen shumë. Bim që poshtë nga ana e lumit. Do shkojmë në teatr pak më vonë. Ka një energji të ngrohtë natën në Prizrenin. Qysh ku kam ardhur në orën 1:30 mos gaboj, e deri tani
nuk ka pushuar së gumërzhitur i themin nga anët tonë, apo kështu i thonë të gjithë. Vetëm njerëz të rinj, mosha të ndryshme. Gjithçka e ka Prizreni. Shumë energjik si qytet që nuk e gjejmë as Tiranë. Tiranë gjejmë vetëm njerëz që vrapojnë për punëra, për punëra të dyta. Njerëzit punojnë dy punë për të balluar qiran e lartë në Tiranë. Nëse është tem tjetër, Amiq, mura. Nëse tjetër. Super energji i Prizreni natën. Amiq. Lëmë me pak në pazar. Do ja dalim. Respekton. Ja dhe kalaja ku ishim pak në pak. Aty lartë. Rreth 400 metra mbi qytet. Ndodhesh kalaja. Se po ndurë miq, se të prova do nga këtë video. Do ju mërzita. A ju pafshi.